Përshëndetje, sot do t'ju tregoj një tutorial se si të përdorni aplikacionin OneNote si një pjesë të portofolit digital të mësuesit. Është një aplikacion shumë praktik që na ndihmon të organizojmë të gjitha materialet që nga planet mësimore, projektet, reflektimet dhe vlerësimet. Pasi hapim OneNote nëpërmjet shpletuesit, gjëja e parë që bëjmë emërtojmë tek bloku i shënimeve. Pasi kemi vendosur emrin, e ruajmë tek OneDrive që të kemi mundësi që ta hapim nga çdo pajisje, edhe nga telefoni, edhe nga kompjuteri. Më pas klikojmë tek seksionet. Klikojmë dhe shtojmë seksionet ato që kemi për të shtuar: planifikimet, orë mësimore, të dhenat, kreditet, projekte, vlerësime, reflektime. Për çdo seksion ke mundësi që të shtosh faqe. Ku ti mund të shtosh përsëri materiale të ndryshme, mund të bësh dhe ndryshime sipas nevojës që do të vijë. Provojmë për shembull të krijojmë një faqe plane mësimore. Unë kam vendosur planin tremor të parë dhe planin ditar. Shtojmë add page dhe mund të shtojmë për shembull tremujorin e dytë. Pasi e kemi emërtuar, klikojmë tek hapësira e bardhë dhe këtu tani ne mund të vendosim figura, linke, audio, files nga kompjuteri. Për shembull, mund t'i marrim, kemi krijuar tremujorin, planin e tremujorit, i marrim që nga kompjuteri dhe vendosim këtu. Dhe i kemi të gjitha në një. Mund të vendosim foto nga aktivitete të ndryshme, mund të vendosim çdo gjë që kemi përgatitur për të qenë pjesë e portofolit digital. Pasi kemi mbaruar me krijimin, një avantazh tjetër i mirë i portofolit është opsioni share, të cilin ti mund ta përdorësh që ta shpërndash këtë me kolegët, me drejtuesit për vlerësim dhe bashkëpunim. Ka dhe opsioni search, kur ti mjafton që të klikosh search dhe ai thjesht me një fjalë ose me një figurë mund të hapi dhe të ta gjejë se në këtë seksion apo faqe të portofolit ti e ke këtë material që po kërkon. OneNote është një mjet shkëlqyer për të krijuar, organizuar dhe ruajtur portofolin digital të mësuesit. Është i lehtë për të përdorur nga të gjithë, edhe ata që nuk kanë njohuri digjitale. Shpresoj t'ju ndihmoj që dhe ju të krijoni një portofol të rregullt dhe plot ide digjitale. Faleminderit.